Mirëkthehemi sërish live me pjesën e dytë sondazhit tonë javor zëri shqiptarëve, ashtu që paralajmëruam ja më parë, kësaj radhe do të bënim një sondazh më detajjuar për sa i përket ofertës së tretë. Pra kemi majorancën, kemi opozitën tradicionale të Partisë Demokratike, kemi dhe ofertën e re të partive të reja. Pyetja e parë sigurisht ishte thelbësore, a jeni aktualisht zgënjur për dy partive kryesore? Jo 53.9%, por shikoni një shumë jo e vogël, 46.1% thonë që janë po, janë votues dhe jo votues shqiptarë. Për përkthyer kjo në shifra, sipas ekstrapolimit që ka bërë zoti Zalosha, pra rreth 1.024.000 shqiptarë që kanë votuar apo jo në zgjedhjet e 11 majit vazhdojnë mbajnë një lloj besimi ndaj dy partive kryesore. Zalosha e shpjegoi, shumica mbetet për Partinë Socialiste. Ndërkohë që shikojmë që një ekstrapolim jo i vogël i atyre që po shprehen zgënjur, pra 876.000 veta, të cilët kanë votuar kryesisht partitë e reja, kanë votuar ose nuk kanë votuar fare, por dhe një pjesë jo e vogël për tyre rreth mos gaboj rreth 250.000 janë votues që kanë votuar në 11 maj për dy partitë e mëdha. Ndërkohë, nga analiza statistikore e moshës tyre mesatare, shikojmë që ata që janë të zgënjur, pasi ky është fokusi i sondazhit sotëm, është 43 vjeç, ndërkohë që mosha mesatare e Shqipërisë 18 vjeç e sipër është 49 vjeç. E pam edhe nga arsimi se më të zgënjurit, ata që janë të tentuar, pra të prirur për të votuar diçka të re, pra ASPS dhe ASPD, janë ata që kanë dhe më shumë vite shkolle, pra 13.6 vite shkolle, pra që i bie mos gaboj unë, janë mesatarja rreth tek universiteti, pra tek niveli universitar, ndërkohë që shikoni pra temi mesatarja e arsimit në Shqipëri, mbas statistikave, është 12.7 vjet. Por, për këtë do të votonin këta të zgënjur në zgjedhjet e ardhshme. Do të votonin PD, do të votonin PS, do të votonin partitë e reja, do të votonin partia ekzistuese të reja të vogla, apo do të votonin partitë e reja që mund të lindin nesër. Zalosha, atëherë pyetja para se ta hap tabelën është? Pyetja është vetëm, kemi pyetur tani vetëm të zgënjuarit. Nëse zhvillohen zgjedhjet së afërmi, a do votoni për një parti, për kë parti do votoni? Pra le themi nga pikpamja statistikore, pyetja është drejtuar vetëm këtyre 876.000 apo 46.1% që ja përgjigju me po pyetjes tënde, që janë të zgënjur me dy partitë e mëdha, ku futen ata që s'kan votuar, ata që kanë votuar për DPS dhe ata që kanë votuar partitë e vogla. Atëherë të shikojmë si është përgjigja. Për kë mund votoni nëse zhvillohen zgjedhjet së afërme, me gjithë zgënjurët nga dy partitë kryesore? Parti që mund të krijohen 46.3%, nuk kam fare shpresë 45.1%, ndërkohë partitë vogla ekzistuese 8.6%. Tani këtu besoj këtu është përgjigja, po është edhe drama. Mungon edhe një pyetje tjetër, sepse në analizën që bëm fillimisht pam që jo të gjithë zgënjurit janë shkëputur nga partitë përkatëse. Pra vërtet janë zgënjur, po kjo nuk do të thotë që nuk do votojnë përsëri për partitë. Shikoj, atëherë tash kjo është analizë që ju mund të bëni dhe jeni të lirë ta bëni analizën. Po siç e thash të lami javën e kaluar, pyetjet janë këto, përgjigjet janë këto. Pra, e sqaroi Zalosha. Pyetja për kë mund të votoni nëse zhvillohen zgjedhjet e ardhshme, janë përgjigje i është drejtuar gjithë të zgënjurëve nga dy partitë kryesore. Pastaj ne e bëm analizën sa prej tyre janë ato që janë aty, sa s'kan votuar fare, sa kanë votuar partitë. Por nga gjithë ajo 870.000 vota të ekstrapoluara nga Zalosha, në cilët nuk sot që ne flasim, se sondazhi është javor, sot nuk janë as me PD-n as me PS-n, 8.6% e tyre votojnë partitë ekzistuese, partitë cilat nuk kanë, sa për kujtesë, janë vetëm 3 muaj të vjetra. Pra, partia e Shorit, partia e Lapajt, partia e Shehajt, janë 3 partitë të reja ekzistuese, se po t'ishte për partinë e Tom Doshit, pastaj ato do kishin votuar Tomën, fitonte zgjedhjet edhe para 4 vjetësh. Pra, le themi fokusi këtu është te partitë e reja ekzistuese. Dhe shikoni vetëm 8.6% thonë që do t'i votonin ato sërish. 46% thonë nëse krijohet në një parti tjetër e re, ndërsa 45% s'kan fare besim tek asnjë gjë. Atëherë e nis analizën jo për të prodhuar konfliktin ose debatin me pyetjen, po për të nxjerrë konkluzionin nëpërmjet saj, sepse duhet të shoh këtu ku është dhe do të bëj atë analizën. Ajo pjesë e zgënjur ku u fut këtu sepse më rezulton. Të ndihmon nëse e kemi shifra me ekstrapolim shifra se e ka bërë Zalosha edhe atë me shifra. Po ndoshta kur të futem në analizën e fundit, ndoshta do marrim përgjigje edhe këtë, por shive çfarë kemi. Nuk kanë fare shpresë. Këtë është pjesë e zgënjur që gati nuk ka vajtur në zgjedhje, sepse thamë që ishte një pjesë që nuk ka vajtur fare zgjedhje dhe mos prit përgjigje tjetër prej tyre përveç se nuk ka fare shpresë. Partitë e vogla
zë një peshë 8.6% që është shumë minorene. Pjesa tjetër, këto partitë e reja, është pikërisht ai 200 e sa mishi, i cili është shkëputur tashmë, plus ka dhe opinion tjera, por me qënë se jemi në kuadrin e vetëm këtyre që janë të zhgënjur, kjo pjesa që është zhgënjur, këto partitë e reja përfaqësojnë edhe individët cilët kanë shpresë dhe janë shkëputur totalisht nga partitë e vjetra, po janë edhe të personat të tjerë cilët janë të partitë e vjetra, vazhdojnë të konsolidohen dhe të jenë pranë tyre pavarësisht që janë zhgënjura, por përsëri janë në pritshmëri të një alternative tjetër. Dhe në këtë plan prandaj e ndava, sepse kjo partitë e reja ka njerëz që janë shkëputur totalisht nga partitë e vjetra, se e tham, një pjesë që nuk ka shkuar fare, një pjesë që ka votuar partitë e vogla, pjesa tjetër është ajo e cila lëviz. Këto janë ata që do të shiko, pyetja është kë do të votonin nëse mbahen zgjedhjet nesër. Pjesë e zhgënjur. Pra jemi te paneli të zhgënjurëve të gjithë. Po dakor, vetëm sa për ne. Të zhgënjurit u tha 50%, 25%, 25%. Zalosha, sa vota kanë shkuar? Diku ke 300.000 vota shkuan për partitë. 3 partitë e reja. 200.000. Për gjithë partitë. Gjithë partitë e vogla shkuan te 300.000. Duke futur edhe Tom Doshin e të gjitha shkuan 200.000. Po 8.6 është një vlerë që është përsëri e lartë, po jo 8.6, duke patur pasur. Ja, atëherë kalojmë te shifra. 4.3% i bie. Jo, kalojmë te shifra. Flasin shifrat vetë. Pra, ekstrapolim me shifra, partitë e vogla ekzistuese nesër do të merrnin, nëse mbahen zgjedhjet nesër, 75.000 vota. Dhe sa kanë marrë tani? 200.000. Tani sa kanë marrë? Morën 200, jo tani, në 11 maj morën 200.000. Në 11 maj kanë marrë 200.000. Sot, nesër, po të bëhen zgjedhje do marrin 75.000. Pra kanë më shumë se gjysmë, 60% kjo ka qenë pritshmëria në perceptim. Sepse në qoftë se kur vajte 11 maj që bëm zgjedhjet, pati një frym dhe fryma e zhgënjurëve ndaj dy partive që shumë më e madhe se ç'është tani. Është më konsoliduar tani. Dhe pritshmëria ishte që partitë e vogla të mirnin shumë vota nga këta zhgënjurit. Tashmë gjendja është stabilizuar dhe duket që është kthyer në atë normalitetin e partitë, domethënë këta janë praktikisht aktivistë dhe militantë të partive të vogla. Po mirë, Lami, si ti edhe politikolog. Domethënë këtu ka prandaj unë her pas here në çdo javë ngulmoj tek ajo pyetja që them perceptimi i asaj që ne shohim në ekrane dhe si njerëzit realisht e përkthejnë. Sepse siç e thatë me ju drejt meçe, që normalisht zhgënjimi duhet ishte është më i madh nga dy partitë e mëdha dhe kjo duhet ishte përkthyer në mbështetje për partitë e reja. Qoftë në mënyrë të verbër, se në fund fare këtyre partive të reja përjashto ato mistreslëgjet që shfaqen mes njëri tjetrit pas zgjedhjeve, nuk edhe çfarë thonë gjë. Po si shpjegohet Lami atëherë që kemi një betejë shumë e fortë e përplasje shumë e fortë e pushtetit politik me drejtësinë, po themi. Dhe këtu po i fus të dyja palët. Pra kemi një përplasje të fortë të pushtetit drejtësisë me pushtetin politik. Kur them pushtet politik, po i quaj dhe opozitën edhe mazhorancën. Kemi zotin Berisha që më larg se sot, sërish me libër shtëpie gjykatës dhe prokuror. Nga ana tjetër, Rama që ka çuar përplasjen politike në rrugë konstitucionale në gjykatë kushtetuese. Pra le të themi në këtë lloj përplasje ku klasat e vjetra politike janë në një konflikt ekzistencial, do thoja unë. Drejtësinë, po. Partitë e reja nuk arrin dot të thithën asgjë? Jo të thithën, po kanë humbur. Unë do ta përfshi pyetjen për t'i dhënë përgjegjësi, ja vlen, nuk diskutohet. Së pari, pra ne po i themi publikun, nga 800 e sa mijë njerëz të zhgënjur, pra që pohojnë janë të zhgënjur, vetëm 75 janë gati të votojnë partitë e reja. Do thotë që në shumatorën e madhe të zhgënjimit, asë 10% e njerëzve janë gati të votojnë për partitë e reja. Së dyti, raporti krahasimor mes nesër nëse ndodhin zgjedhjet me votat e marrë nga partitë e reja, jo vetëm që nuk është ngrirë së paku, por ka një rrje dhe një dekadencë të madhe, e cila shkon në minus 130.000 vota. Dhe së fundmi, në qoftë se partitë e vogla, gjithë shpresën e rritjes së tyre e kishin krijuar tek iluzioni që spaku, duke goditur estalonin e vjetër, elitat e vjetra, do krijonte një kredo morale për partitë e reja për ta kapur këtë moment, sot këto parti nuk janë askund dhe jo vetëm nuk arritën të ta kthejnë kapital këtë agresivitet spakut, por janë rrjeshtuar dhe janë bërë edhe pjesë të rrjeshtimit politik kryesisht tek opozita. Pra, unë do thoja që
ky është një lajm jashtëzakonisht i keq, e cila përkthehet në këto 2 dhëna të fundit dhe unë mbyll arsyetimin tim. Nuk ka shpresë fare tek partitë e reja. Është në masën 45%. Do thotë është një gjykim kategorik që ka një zhgënjim drastik për partitë e vogla. Dhe kjo nuk është gjë e lehtë, se nëse ke partitë e mëdha dhe unë mbi dakord me Meçen, ka shanse gjithmonë votuesi të kthehet për shkak se ka një histori, ka një raport. Dhe tek e funi në fund thotë, Çfarë për çfarë kam në bord? Mes keqes më të vogël, kush është më i mira apo marr këtë që jam mësuar me të, siç e thatë ju. Dhe nuk arritën dot ta kalojnë këtë handicap. Dhe e fundit, nëse shikon shpresën tek partitë e reja, do është në masën 46% që do thotë janë humbur shpresat për partitë ekzistuese. Dhe kjo prap nuk është lajm i mirë për partitë e vogla. Për këta që janë treg sot. Edhe ajo çfarë unë do ta mbyll tani, nuk është lajm i mirë edhe për ne, zoti Balla. Se sa do gur të gjujmë ke Partia Demokratike, duke parë këtë situatë që është tek spektri i partive të tjera, e shikon vetën mirë partia e dytë në spektrin politik. Nuk po të kundërshtoj, po ngrej një pyetje po e ngrë, bazuar tek pjesa jeshile e tortës. Pjesa jeshile e tortës gjithsesi është potencial. Konfirmon Meçe që ka një gati gjysma e atyre që janë zhgënjur, sërish kanë shpresë se do ketë një opozit. Pse e them këto? Sepse këtu dalim, prandaj e bëra pyetjen e Lamit. Sepse kur ti shikon këto përplasje të klasës vjetër politike me drejtësinë, që është krizë ekzistenciale e saj. Kur ti shikon që ka një rënje të mosbesimit, një rritje të mosbesimit ndaj partive të reja që vetëm 3 muaj kanë, që janë në parlament dhe u plakën kaq shpejt. Më kujtohet filmi Rasti i çuditshëm me Benjamin Button, por kjo këtu mua më jep një shpresë. Pse? Sepse më jep shpresën do ketë një opozit në Shqipëri Meçe. Ndoshta nuk është sot me fytyrën e Qorit, Lapajt, aq më pak të Shehajt, që i cili me drejt, ja vonë emrin, me drejt, siç thë Lami, u rreshtua edhe në këtë krizën e fundit në mënyrë më agresive se sa vetë Partia Demokratike, pra jo duke dhënë një alternativë, jo duke dhënë një mesazh tjetër, ama kjo zot thotë që në Shqipëri, dhe këtu dua ta shtoj shpresën, atë shpresën ndoshta Lami nuk e ka për momentin që në Shqipëri po më do lini një parti, do lini një forcë re, do lini një opozit tjetër. Po duhet të jetë një opozit që nuk është as Partia Demokratike, as Shehaj, as Lapaj, ndoshta edhe as Qori. Pra këtu ka nevojë për një tjetër lloj opozite që të ofrojë diçka më të mirë. Dhe shpresa te shoqëria është e fortë, vazhdon të jetë akoma. Thjesht nuk kanë patur ofertë në dorë. S'është ndezur. Meçet dhe pastaj ju, Zelosh. Jo, bëj një sqarim për numrat që ta ketë kalon tek ajo tjetra. Tek numra ke numrat. Jo, te numrat. 75-a. E fundit. Po. Tani duhet të shihni me kujdes ato 395 mishin, cili nuk ka shpresë fare. Në 11 maj ishin rreth 440.000 banor të rritur që nuk votuan fare. Kurse këtu kemi 395.000 të cilët nuk kanë shpresë. Pra një pjesë atyre që nuk votuan në 11 maj, kanë një shpresë për një parti të re. Ose nëse duam ta marrim në minimo, pra ta marrim të rrim tek Dyshemeja, tek Dyshemeja, më shkojmë te Tavani dhe themi nuk është rritur numri atyre të cilët thonë nuk do votojnë. Pra flasim për shifrat për afër, te 400 mijë. Është paksuar rreth 40-45. Po flasim statistikisht, po themi se ti ekstrapolime ke këtë. Statistikisht nuk është për shumë ata që s'do votojnë fare, janë shtuar. Jo, përkundër se jemi aty. Pra shikojmë ka ikur thjesht besimi nga partitë e reja që u vjertruan për 3 muaj. Por ama shpresa mbetet që ka shqiptar, pra janë rreth 400.000 veta, që janë gati të votojnë për një forcë re politike, për një alternativë, për një fytyrë të re, për një zë të ri, për një zë ndryshe, për një zë pak më perëndimor, që ti flasim në mënyrë pak më perëndimore se Rama dhe të kërcënojmë më pak se Berisha. Atëherë 2 gjëra do të kapja. Në qoftë se unë që në momentin e parë qëndrova tek Jeshilja, qëndrova fare tek ato, qëndrova sepse ajo intrigon një analizë të mëtejshme, por po kthehem pak mbrapa në artikulimin që bët ju të komunikimit politikës me sistemin e drejtësisë. Tashmë është bërë shumë e lexueshme edhe qëndrimi i opinionit publik ndaj veprimeve të SPAK-ut. Në qoftë se tani ne flasim për zëvendës kryeministrën dhe është ngjarje e ditës, duhet thënë që Shqipëria në 11 maj ka qenë në situatë ku kishte ministra në burr, ku SPAK-u ishte përsëri shumë agresiv, kur opozita ishte në sulm.
2 muaj para fushatës. Perceptimi i qytetarit nuk lidhe me faktin e korrupsionit qeverisë, po përkundrazi, me luftën kundër korrupsionit dhe mbështetit të gjitha ato konjunktura politike të cilat e mbështesin luftën kundër korrupsionit pavarësisht ngjyrën e tyre. Pra, në këtë moment qytetari i Shqipërisë është absolutisht i ndërgjegjësuar mbi domosdoshmëritë e kësaj lufte dhe percepton mjaft qartë se cilat janë konjunkturat të cilat i japin jetë kësaj lufte dhe cilat janë që e pengojnë. Unë mund të them sot që qeveria ka gjithë instrumentet që ta bllokojë komplet SPAK-un, I ka instrumentat. Dhe vullneti i qeverisë për ta lënë SPAK-un punojë dhe t'i nxjerrë problematikat të cilat në planin politik janë shumë serioze për partinë qeverisës, por në planin e shtetformimit janë shumë pozitive, qytetari i perceptoi dhe i transmetoi nëpërmjet votës favor Partisë Socialiste. Sepse në betejë pa mjaft qartë artikuluar elokuencën artistike gati të Ramës me ata agresivitetin të mërësisht të ashpër të papranueshëm të Berishës. Dhe këto dy e vurin kandar. Tani vim situatën sot. Sot jemi përsëri në një konflikt dhe këtu jemi në një konflikt i cili është i qartë dhe i dukshëm midis sistemit drejtësisë në një krah dhe politikës krah tjetër. Por dhe ky konflikt përsëri në këtë moment që flasim ne ndahet si me thik. Kemi një komunikim ligjor të Ramës me sistemin e drejtësisë, pra nuk artikulon absolutisht, nuk shan askënd, por thotë zotëri, përderisa ne konstatojmë këtë konflikt, çështjen e kalojmë përsëri brenda sistemit të drejtësisë. Dhe është ai i cili do t'ia përgjigjë, dhe kur ai t'ia përgjigjë dhe mbyllim gojën. E kundërta ndodh tani me Berishën. Në një krah, sepse qytetari e percepton, në një krah del dhe thot SPAK-u e arrestoi, e futi në burg 1 2 3 4 krahu tjetër, kryetari i SPAK-ut, çfarë nuk i tha dhe sot. Tani si Dhe në kohë bëri protestë sot dhe si figura kishte gjithë figurat që nuk kanë asnjëherë për tyre vepër e rezultateve të aksionit opozitar, po vepra SPAK-ut. Për pos faktit që qytetari mirë pranon çdo që ka shkel ligji dhe që SPAK-u e ndëshkon, vlerëson dhe faktin se kush është kontributor pranë SPAK-ut dhe kush është i vërtet me SPAK-un. Në këtë plan, mund të them që qeveria pavarësisht goditjeve të jashtëzakonshme, pra Rama ta them ka dalë fitimtar dhe nuk është puna se e themi ne këtu, por rezultatet e zgjedhjeve e kanë konfirmuar një gjë të tillë, se jemi në të njëjtën standard goditje si atëherë dhe tani që po flasim. Kështu që e anashkalova këtë pjesë për t'u kthyer tani te pjesa sepse pse e anashkalova, se thash kjo betejë nuk perceptohet tek qytetari ashtu siç e transmeton Berisha ose siç e transmeton gjithë trupa opozitare. Qytetari e shef formë tjetër. Tani kur qytetari do shkojë te kuti i votimit, një gjë do ta kemi të qartë që të gjithë. Nëse në 90-ën të gjithë shqiptarët ishin euforik, nuk kuptonin çfarë ku e jepnin votën, po thonin të ndryshoj, sot nuk është më ai qytetar. Sot qytetari, dhe pa qëllim që ndrohem tek grup mosha që ishte grup moshe e re, ka pretendime. Ai nuk manipulohet politikisht. Ai është shumë i ndërgjegjshëm që kur i jep votën një partie, i jep fatin e fëmijës vet. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për ta përcaktuar edhe në artikulimin politik që bën partitë. Ti duhet prodhosh besueshmërinë e qytetarit që ai qytetar të shofte ty një person të besueshëm për jetën e fëmijëve të vet dhe për të. Nuk kërkon njerëz që artikulojnë bukur ai, kërkon besueshmëri. Kërkon besueshmëri. Dhe tani kthehem te kjo. Partitë e vogla, më thoni kush prej tyre ka prodhuar besueshmëri sot që mund t'i jap drejtimin e një qeverisje, që t'i jap një ministri, ose që të më jap një program dhe unë t'i them po, ky program Do një prej tyre do vdiste edhe për një ministrim. Dhe në këto kushte nuk janë individët të cilët artikulojnë ndoshta bukur në media që prodhojnë besueshmëri. Fiton ajo parti që ndërton stafe, ndërton grupe pune, që merr përsipër përgjegjësi edhe me gabime, po edhe i kryen përgjegjësitë. Marrja e përgjegjësisë është kryesore. Më thon kush nga këto deri më sot ka marrë një përgjegjësi për një gjë. Përgjegjësi do thotë marrësh një aksion politik nga fillimi tash pjesh deri në fund, aman je konsekuent në çështjen tate dhe në fund fare konkludon me diçka. Askush prej tyre. Gjithmonë prodhon konjunkturën Rama, prodhon konjunkturën SPAK-u dhe të gjithë e marrin këtë dhe thjesht artikulojnë ngjarje që tashmë qytetari i ka përveçuar shumë kohë përpara. Tani vim tek partitë e reja. Shpesh duhet ta mbyllim. Tek partitë e reja ka pritshmëri, po kjo nuk do të thotë që sepse çfarë po ndodh, partitë e reja, qytetari që kërkon partitë e reja kërkon një alternativë të tretë.
sepse po shef mungesën e alternativitet, sepse i shtetari është i mbartur tashme me domosdoshmërinë e partie tjetër që t'ju bëhet, si them, pengesë të dy partive. Këtë lojë kanë luajtur partitë e vogla deri tani, nuk ka hec. Dhe ky perceptim për mua nuk qëndron. Unë kam thënë javë dhe do t'i jem. Dua një Shqipëri të qëndrueshme, dy parti. Dy parti. Pra ju thoni kjo është tezën e Ramës për bipartitizmin. Jo, s'është Ramës. Rama e ka këtë tezë. Kam pat vetë. Edhe Berisha e ka. Rama e ka të deklaruar. Edhe po bëj 30 që da lerin i 3 parti, e 2 parti, e 5 parti e për të vogla. Nuk prodhojmë besueshmëri. Çështja është që ne duhet demokratizojmë partitë e mëdha. Dhe duke qenë që ne kemi probleme partitë e mëdha, ndodhin këto pastaj që nuk ka shpresë, që zhgënjehen. Këtu është problemi, po nuk është problemi se ne kemi. Së pagu për njërën nga partitë duhet Dr. Frankensteini. Duhet ta ngjallim njërën, duhet ta ngjallim nga vdekja. Duhet të jem shumë neutral në analizë. Pastaj dalim, jo, unë po i qëndroj analizës tuaj që këtu ka nevojë për një alternativë dytë, cilën nuk e bën dot as Partia Demokratike sot. Lami? Ajo çfarë ne kemi bërë në këtë studio Zoti Balla ka qenë fakti që ne kemi listuar fenomenet që shfaqin partitë e reja, të ashtu quajtur, po që në thelb janë të vjetra. Do të thotë që nga pikpamja e ligjërimit politik, një varfëri, një numër i kufizuar tezash, që nga pikpamja e identifikimit të lëvizjeve me 2-3 figura, pra që do të thotë gjithë pushteti është përqendruar, po gjithë vëmendja është kanalizuar ke 2-3 emra, siç janë partitë e vjetra sot, apo për partitë të mëdha. Pra dhe në formë në përmbajtje thoni. Së treti, mungesa e konsistencës dhe e sakrificës për të parë politikën si mision, e cila kërkon shumë kohë që të marrësh terrenin që do të lëshojnë dy partitë. Rruga Albin Kurtit për shkak. Si Albin Kurti, me shumë sakrifica, që t'ja shikosh pastaj hajrin në fund ditës asaj gjë dhe fundit të shfrytëzosh momentit kur ka tërmete, tsunambull ke partitë të mëdha që për his vërtetës kanë qenë jo të pakta këto kohë për ta shfrytëzuar këtë për të krijuar një kredo morale. Nuk kanë arritur dot ta krijojnë. Dhe zgjedhjet e fundit lokale, Zoti Balla, e treguan që nuk din do të krijojnë kredo morale. Dhe kjo është arsyeja pse ne bëmë këto sondazh për të kuptuar se çfarë realisht po ndodh dhe shikojmë që sigurisht ka një shumicë shqiptarësh, cilët janë të shkolluar, të arsimuar, të edukuar, janë të rinë mosh, duan të votojnë një alternativë të re. Nuk e kanë gjetur dot. As te këto që lindën dhe u futën në parlament në shtator, por shpresa vdes e fundit. Faleminderit Lami, faleminderit Meçe, kënaqësi isha program, faleminderit Zalosha për kontributin e kësaj radhe. Mos harroni që qëndroni në ABC News me Emilian Islami tani me ora e fundit. Zëri shqiptarëve rikthehet të hënën tjetër në ora 22. Natë e mirë.